Lavdëroni Zotin, se është i mirë. Alleluia. Sot do të flasim për një temë që është aktuale në kuptimin që e keq përdorim gjuhën. Aty te Ungjilli sipas Johanit na thuhet në fillim ishte fjala dhe fjala ishte me Perëndin dhe fjala ishte Perëndi. Sipas doktrinës së kishës sonë ortodokse, njeriu është krijuar sipas ikonës së Perëndis dhe mund të themi sipas ikonës së fjalës. Pra, ne jemi krijuar si qenie njerëzore që t'i ngjajmë fjalës së Perëndis. Prandaj dhe njeriu dallon nga kafsha sepse ka fjalë. Jo thjesht tinguj, por fjalë që shprehin mendime, arsyetime të logjikshme dhe prandaj është kaq e rëndësishme përdorimi i gjuhës nëpërmjet fjalëve që ajo thot. Dhe kjo është shumë e rëndësishme sepse për ne të krishterët, pra që jemi krijuar sipas ikonës fjalës dhe këtu e kam fjalën për Krishtin, që është fjala e bërë mish. Për ne të krishterët, pra fjala, përdorimi i gjuhës ka rëndësi jo vetëm si një mjet komunikimi, por është një dhuratë hyjnore. Ai është dhënë nga Perëndia që të përdoret për bekim, lavdërim dhe ndërtim të shpirtit, e jo për turpërim dhe shkatrim. Siç fatkeqësisht edhe shikojmë ku nga pakujdesia, nga mungesa e edukimit, kulturës, por edhe një farë nxitje nga opinioni shoqëror dhe mënyra se si shprehen të tjerët, edhe ne të krishterët rrezikojmë të infektohemi për ta përdorur keq gjuhën dhe për thënë fjalë jo vetëm të gabuara, pra në kuptim, por dhe fjalë të pahishme, ose si quhen fjalë të ndyra, fjalë të pista. Prandaj në shkrimin e shenjtë ne na tërhiqet vëmendja për kujdesin që duhet përdorim në fjalët tona, në ato çfarë duhet të nxjerr goja jonë. Pra, po të lexojmë shkrimin e shenjtë, vetë Zoti Jezu Krisht, që është fjala e mishëruar, thotë që njeriu do t'japi llogari për çdo fjalë të kotë që ka thënë nga goja. Pra, fjalë të kotë, fjalë të tepërt, fjalë pa kuptim. Aq më tepër do japi llogari për fjalë të ndyra, të pista, sharje, ofendime, mallkime. Të gjitha këto që i fatkeqësisht sot njerëzit i përdorin rëndomt nga mëngjesi në darkë dhe jo vetëm të moshuarit ose të rriturit, por i përdorin fatkeqësisht edhe fëmijët. Madje sot shikojmë një shturje kaq të madhe në përdorimin e gjuhës, në fjalë të ndyra, që e shikojmë edhe gjinin femërore, e cila është një gjini që është e stolisur me turpin, pra do të jetë e kujdesshme, siç gjithmonë kjo gjini është ndryshe nga ajo gjinia mashkullore që është më e hedhur, më drejt për drejt, pra është gjini pak më e tërhequr, dhe kjo lloj gjinie, siç fatkeqësisht dhe dëgjojmë madje edhe në rrugë dhe në vende publike, që përdor këto fjalë të ndyra, të pista. Dhe duke dëgjuar këtë si diçka publike, diçka shoqërore, si një lloj trendi i kësaj shoqërie, ndoshta mendojmë dhe neve se nuk ka një problem qose edhe ne shajmë, fyejmë dhe përdorim fjalë të ndyra dhe të pista në fjalorin ton. Se kur i përdorin të gjithë, le t'i përdorim dhe ne. Madje është dhe një shprehje që mëse nuk gjen gjë nga fjala. Por jo, e kemi gabim. Ne të krishterët, dhe aq më tepër të krishterët ortodoks, nuk do mbështetemi tek opinioni publik ose shoqëror, por ne do mbështetemi te opinioni i Zotit, te fjalët e Zotit, te shkrimi i shenjtë, do mbështetemi tek çfarë na thon apostujt e Krishtit, shenjtorët e Krishtit, dhe shikoni se vetë Krishti
tha për ato fjalë që njeriu do të japi llogari për çdo fjalë të kotë. Është shumë e rëndësishme kjo. Pra, duhet dini se kur të japim atë shpirtin tek Zoti, neve të krishterët që kemi të drejtë të gjykohemi, sepse ata që nuk janë të pagzuar në emër të Atit, Birit dhe Shpirtit të Shenjtë nuk kanë fare të drejtë të gjykohen dhe nuk shkojnë tek Zoti për gjykim, por shkojnë fatkeqësisht në nën tokë, në burgjet e nën tokës, duke pritur ardhjen e dytë të Krishtit, që do gjykojë të gjithë njerëzit, por nëse i krishter i pagzuar je shtetas i mbretërisë së Zotit që është në qiell dhe në tokë, pra je edhe kur flasim në tokë e kishës, dhe i krishteri ka të drejtë të gjykohet, ashtu siç ishin për shembull shtetasit romak që kishin të drejtë të gjykoheshin, kurse skleverit që nuk ishin identitet qytetar nuk gjykoheshin. Ne jemi bërë me identitet qytetar qiellor nëpërmjet Krishtit, pra jemi të pagzuar në emër të Atit, Birit dhe Shpirtit të Shenjtë. Por duhet dini se nga toka në qiell, për të vajtur te froni i Krishtit, janë disa pengesa ose si quhen dogana ajrore, ku demonët kontrollojnë shpirtrat e atyre të krishterëve që duan të ngjiten te froni i Krishtit dhe të shkojnë në mbretërinë e Zotit. Por në këto dogana hetohet ky shpirt dhe dogana e parë është dogana e fjalëve të kota. Pra fillon gjykimi nga fjalët. Dhe kur themi fjalë të kota, jo vetëm fjalë të kota të thënë pa kuptim, por dhe fjalë të thëna me keqdashje dhe aq më tepër dhe fjalë të ndyra, të pista, sharje, ofendime që njerëzve duket diçka krejt normal. Dhe fatkeqësisht sot niveli gjuhësor, kulturor që shprehet nëpërmjet gjuhës është ulur kaq poshtë sa kur dëgjon bisedën e disa njerëzve në çdo stadi, pra edhe pleq, edhe të rritur, të ri dhe fëmijë. Domethënë, shtangesh nga mënyra se si ata shprehen me një tjetrin. Domethënë, fjalët të ndyra, sharjet, ofendimet që gjithkush nga neve i ka dëgjuar dhe e kupton çfarë un jam duke thënë, domethënë duken, si them, mënyrë komunikimi. Pra, sot mënyra e komunikimit është me sharje, është me fyrje. Dhe ka humbur ajo mënyra e komunikimit njerëzor, me edukat, me kulturë, dhe kur flet ti në formë të kulturuar dhe të edukuar, të shikoj me përçmim, madje të shajnë akoma më shumë, sepse ti respekton tjetrin dhe nuk e fyen ti, nuk e shan tjetrin. Por që ti je i pranueshëm në shoqërinë e sotme, të sfazuar, të degeneruar, ti patjetër që të bësh pjesë e kësaj shoqërie, e këtij trendi, duhet edhe ti të shash. Por kujdes. Ne nuk kemi misi me botën. Si thot tek Shkrimi i Shenjtë, misia me botën është armiqësi me Perëndin. Ne kemi misi me Krishtin dhe jemi të krishterë dhe përfaqësojmë Krishtin, i cili as nuk shante, as nuk mallkonte, edhe kur ishte në kryq, por falte dhe bekonte. Kjo është mënyra se si dhe neve duhet të reagojmë në komunikim dhe në çdo situatë, edhe kur është kundër nesh. Dhe pra duhet jemi të vëmendshëm për këtë sëmundje, për këtë epidemi, mund ta quajmë, të sharjes dhe ofendimit që është përhapur në shoqërinë tonë. Jo vetëm në Shqipëri, por edhe në gjithë botën, po të shikojmë sot mënyra të shprehjes dhe këtë shikojmë edhe nga, për shembull, nga filmat që na vijnë të regjizuar nga regjizor jo të vendit tonë, pra tregojnë kulturën e një vendi tjetër, edhe aty sharja dhe fyrja është si them standard. Madje e shikojmë sharjen dhe fyrjen edhe në vende publike. Fatkeqësisht dhe për shembull në parlament e shikojmë si shahen, si fyen. Pra është bërë standard sharja dhe fyrja dhe rrezikojmë na duket një normalitet. Prandaj dhe bëjmë këtë bisedën sot për të ngacmuar pak ata që kanë vesh për të dëgjuar që duhet pasur shumë kujdes me mënyrën e të folurit se do japim llogari përpara Zotit. Dhe këtu e kam fjalën për ne të krishterët, Shikoni çfarë thot apostulli Jakovi që trajton problemin e mirëpërdorimit ose keqpërdorimit të gjuhës. Shikoni çfarë thot. Nëse dikush nuk gabon me fjalë, atëherë ai është njeri i përsosur dhe i aftë
për të sunduar gjithë trupin e tij. Pra shikoni sa rëndësi i vendos apostulli Jakovi, nxënësi i Krishtit, se çfarë themi ne. Dhe Jakuve thot, u vën frerë në gojë që të na binden dhe drejtojnë të gjithë trupin. Shikoni edhe anijet thot. Megjithëse janë aq të mëdha dhe shtyen nga era të forta, drejtohen nga një timon i vogël, atje ku dëshiron timonjeri. Kështu dhe gjua është gjymtyre vogël thot, por mund të mburret për gjëra të mëdha. Ja çpylli mall mund të djeg një zjarr i vogël. Gjua është zjarr dhe bot pa drejtësie. Ajo është vendosur midis gjymtyrëve tona dhe ndyn gjithë trupin. Ajo e bën shkrum gjithë rrjedhën e jetës sonë dhe ndizet prej ferrit. A e kuptoni? Çfarë do të thotë kur e keq përdor fjalën që del nga gjua? Çdo lloj egërsie e shpendi, zvarraniku e kafshë deti zbutet. Dhe njeriu i ka zbutur thot. Por gjuhën nuk ka mundur ta zbut asnjëri. Ajo është një e keqe e papërmbajtshme dhe plot me helm vdekje prurës. Me atë bekojmë Zotin, Atin, dhe po me atë mallkojmë njerëzit që janë krijuar sipas përngjashmërisë në Perëndin. Nga njëra gojë del bekimi dhe mallkimi. Vëllezët e mi thot, nuk duhet të ndodhte kështu. A mund të dalë nga i njëjti burim ujë i ëmbël dhe i fliqur? O vëllezët e mi, a mund të prodhoj fiku ullinj apo hardhia fiq? E kështu as burimi i kripur nuk mund të nxjerrë ujë të ëmbël. Pra këto thot apostulli Jakovi e shkruan 2000 vjet përpara të krishterëve të asaj kohe që ndoshta kishin problemin që kemi ne sot. Që edhe ata, duke u ndikuar nga paganët, të cilët jetonin në shturje, i përdorin në frazonerinë e tyre fjalët ofenduese, fyese, mallkuese. Prandaj dhe apostulli Jakovi, që ja drejton këtë letër të krishterëve të asaj kohe, po të krishterëve në çdo kohë, shikoni ç'ta thot. Sa rëndësi jep ai përdorimit të keq të gjuhës. Pra ajo gjua ndezet prej ferrit, vjen nga frymra demonjake. Nuk është diçka kështu e rastësishme, frazologji, mos edukat ose kulturë e gabuar. Jo. Shikoni çfarë thot apostulli. Janë demonët pra që vinë nga ferri, ata që fusin në gojën tonë këto fjalë të ndyra, që neve t'ia themi njerëzve. Por çfarë thot apostulli Jakovi? Ti thot me këtë gjuhë lavdëron Perëndin, me atë gjuhë mallkon njeriu dhe fye njeriu. Po njeriu që është krijuar sipas ikonës Perëndis. Pra nëse ne shajmë fyejmë një person, nuk ja kemi drejtuar thjesht atij sharjen, fyrjen, mallkimin, por ja kemi drejtuar Perëndis, se çdo njeri është ikon, është një vulë e Perëndis. Si them, një vulë e sakt ose një vulë e deformuar. Prap, çdo njeri sa do në çfarë do gjendje që të jetë, ai dallon nga kafsha sepse është ikonë e Perëndis. Çfarë thot Krishti? Çfarë ja keni bërë këtyre të mirë ose të keqe, dhe këtu bëhet fjalë edhe për bekimet, por dhe për mallkimet, edhe për uratat, por dhe për sharjet, ma keni bërë mua, thot. Pra do japim llogari. Kështu që duhet kemi kujdes se kur lëshojmë atë fjalë, se ajo fjalë nuk shkon në erë. Dhe aq më tepër kur lëshojmë fjalë të ndyra, nuk jemi thjesht ne që po i themi. Është djalli që ka hyrë brenda mendjes sonë, brenda shpirtit tonë, që flet nëpërmjet gjuhës sonë. Çfarë thot Krishti? Nga zemra e njeriu dalin fjalët, mallkimet, sharjet. Pra vjen nga bota shpirtërore dhe djalli pra si them komprometon botën tonë shpirtërore dhe nga ajo çfarë kemi ne brenda e nxjerrim jashtë dhe nëpërmjet gjuhës. Apostulli Pavli është më i drejtë për drejt kur bëhet fjalë për fjalët fyese, sharjet. Asnjë fjalë e ndyrë thot, të mos dalë nga goja juaj. Është urdhër. Pra e thot apostulli i kombeve, që quhet edhe gjua e Krishtit. Fjalë e ndyrë mos dalë nga goja juaj, është e patolerueshme.
hiqni për vetës fjalët e ndyra nga goja juaj. Pra, Shkrimi i Shenjtë, siç neve cituam fjalët e Zotit, fjalët e apostujve, janë kategorik me fjalët e ndyra, sharje, fyrje, nuk duhet të jenë në frazeologjinë tonë të krishterë. S'mund të quhesh i krishterë kur ti flet në këtë mënyrë. Ni nuk e lidhje fare me Krishtin. Sepse Krishti kur nuk shau, kur nuk fyej, kur nuk mallkoi, vetëm uroi, fali dhe bekoi. Apostujt, që ishin nxënës të Krishtit, edhe ata ishin shëmbëllesa e Krishtit, prandaj dhe shkruajtën, se ato që i bënin dhe i shkruanin. Kështu që duhet jemi të kujdesshëm me këtë. Por përveç apostujve kanë folur dhe shenjtorët, sepse kjo tham është një sëmundje që prek çdo brez. Shikoni çfarë thot Shën Vasili i Madh, një nga etrit më të mëdhenj të kishës, shkruan: Nuk duhet dalin nga gjua juaj fjalë të turpshme, janë të padenja për njeriun e arsyeshëm. Pra, Shën Vasili i Madh thot jo vetëm për të krishterin që jo, por dhe për një njeri i cili quhet i arsyeshëm, që flet me logjik, jo me me pasion, dhe çfarë flet goja para mendjes, nuk duhet të flasi fjalë të ndyra. Vazhdon Shën Joan Gojarti, tjetër shenjtor i madh, i cili u quhet Gojart për shkak të fjalëve të arta që ai thoshte. Asgjë, dëgjojeni se shumë e rëndësishme, nuk e ndot shpirtin sa një fjalë ndyrë. Shikoni sa thellë hyn shenjtori. Pra, fjala që themi neve, nuk është thjesht se e themi në ngjagdhetësi ose në, pa kujdes. Jo, fjala vjen, nga zemra, vjen nga shpirti, dhe kjo fjalë e ndyrë e ndyrson shpirtin. I jep të drejta djallit që ty në shpirtin tënd dhe të banojë në shpirtin tënd. Prandaj e përsërisim atë që thot Shën Joan Gojarti. Asgjë nuk do të shpirtin sa një fjalë e ndyrë. A e kuptoni? Dhe asgjë e turshme të mos dal nga goja juaj. Gjua është derë. Nëse ruan mirë, brenda mbetet çdo gjë e mirë. Nëse jo, ndot shpirtin. Pra shikoni sa rëndësi jep Shën Joan Gojarti duke lidhur fjalën e gabuar me dëmtimin e shpirtit. Vazhdon dhe përsëri na thot një tjetër shenjtor, Shën Grigor Theologu. Pra morëm 3 personale më të mëdha të etrit e kishës. Pra Shën Vasilin, Shën Joan Gojartin, Shën Grigor Theologu. Mos thuaj asgjë të turpshme. Fjala na është dhënë jo që të turpërohemi, por që të bekojmë. Kur një njeri thot fjalë të ndyra, të turpshme, ai turpëron veten e vet. Sepse njerëzit thonë shiko çfarë njeriu që ka. Mjafton një fjalë të ndyrë ta thuash dhe njeriu të kupton, tjetri të kupton se çfarë niveli moral, kulturor, besimtar jo që mund të jesh ti. Prandaj mund të thush çfarë të duash, unë jam besimtar, unë shkoj në kish, unë jam njeri i devotshëm, unë jam njeri virtuçëm, po e nxore fjalën, shave, ofendove, mallkove, tregon që nuk je i tillë. Pra, thjesht ti fantazon, por në realitet je i zënë rob. Pra, shpirti yt është i molepsur, është i prishur, atje banojnë demonët dhe demonët flasin fjalë të ndyra nga goja e tyre. Duhet dini se në ferr ka sharje nga demonët. Demonët shajnë njerëzit me sharje, me mallkime, sepse ju rrejnë njerëzit. Duke njerëzit ata kërkojnë të shajnë Perëndin, por Perëndia nuk preket, por ata në ferr shajnë dhe mallkojnë. Prandaj, sharja dhe mallkimi, siç thot edhe apostulli Jakovi, siç edhe lexuam, vjen nga ferri. Dhe nuk është kaq gjë e thjeshtë. Shën Isak Siriani thot: mos lejo të dal nga goja jote fjalë ndyrë ose kot që nuk ndërton. Prandaj, ai që komandon, siç thot apostulli Jakovi, gojën e tij ose që nuk na gabon me fjalë, është njeri i porsosur dhe i aftë për sunduar gjithë trupin e tij. Kuptoni sa rëndësi ka këto gjëra? Shën Efrem Siriani, o shënar i madh,
mos e ndotni gojën tuaj me fjalë të turpshme, gojët tuaj janë altar të Krishtit. Shikoni sa larg shkon. Çfarë është goja? Është një gjë shumë e rëndësishme. Jo thjesht për të ngrënë e për të pirë, pavarësisht se kryen këtë funksion, po goja është shumë lart. Prandaj dhe ngrënia dhe e pira për ne të krishterët nuk është thjesht ushqim për mbijetesë, është një lloj misteri. Se si ushqimet që ne marrim shndrohen me sipas asaj çfarë krijuar Perëndia në energji. Dhe momenti i ushqimit është shumë i shenjtë. Prandaj dhe kisha thot lutu para se të hash. Dhe po ta shikojmë këtë për shembull, kjo është traditë e krishterë, po të shkonin për manastire, para se të hanë murgjit luten dhe dëgjojnë pjesë nga shkrimi i shenjtë ose nga e shenjtori që i lexon dikush. Që duke ngrënë, ata mos të kënaqen nga ushqimi, por të falenderojnë Zotin çfarë ai ka dhënë njeriu që të hajë dhe mendja t'u shkojë tek Zoti. Edhe ne kur ham dhe kur pim, do të falenderojmë Krijuesin për këto dhurata që të mbjetoi trupi ynë. Janë mistere këto, nuk janë gjëra kështu të mirëqenia nga vetvetja. Por aq më tepër tani, goja nuk është vetëm të hash, por është dhe për të shprehur. Dhe shikon çfarë thotë, është altari i Krishtit. Sepse nëpërmjet në fjalëve ne adhurojmë Zotin, lavdërojmë Zotin dhe këtu fillon. Këtu brenda atyre kordave zanore prodhohen tingujt që janë këto fjalë që i thënë unë tani që i thoni dhe juve. Dhe këtu tani goja ime bëhet altar, sepse fjalët që i themi për Zotin, patjetër sjellim Zotin tek mua ose tjetri. Dhe kundërta, nëse ne përdorim fjalë të ndyra, ikën Zoti, sepse shpirti i shenjtë fyet dhe distancohet dhe vijnë demonët që e mbushin gojën tënde dhe ti nuk më je më një kishë e Krishtit, po je një tempull demoniak. Tjetër shenjtor thot, Shën Grigori i Nisës, gjua është armë ose për shpëtim ose për shkatrim. Fjalët e turpshme e vrasin shpirtin. Shikoni se ku shkon shenjtori me atë çfarë Zoti ka zbuluar. Pra, një shenjtor na thotë nuk ka, Shën Johan Gojarti, nuk ka gjë më të shpejt ose më shumë se dëmton shpirtin, është fjala e ndyrë. Një tjetër shenjtor, pra Shën Grigori i Nisës na thotë e vrasin shpirtin. Po jo vetëm e dëmtojnë, po e vrasin shpirtin. Shën Theofilakti i Orit na thot, fjalët e ndyra tregojnë se njeriu i brendshëm është i ndotur. Prandaj besimtarët duhet përmbahen prej tyre. Shën Dorotheu i Gazës, një tjetër shoshënar na thot, nëse do të ruash zemrën, ruaj më parë gjuhën, sepse fjala e ndyrë kthehet në shpirt dhe e ndot atë. Dhe Shën Maksimi Rrëfyesi, homologjeti thot, zëri i pajishëm i gjuhës vjen nga mendimi i ndotur. Është ai që tha Zoti. Nga zemra e njeriu, nga zemra e prishur, vijnë fjalët e ndyra, sharjet, mallkimet, blasfemit. Pra nuk vijnë thjesht siç tham nga mos edukata ose mungesa e kulturës. Jo, vijnë nga bota e brendshme. Nëse është Krishti tek neve, ne do flasim fjalët e Krishtit, urime, bekime, fjalët e ungjillit, ose edhe ato fjalë që janë brenda asaj gjuhës njerëzore për paqe, për mirëkuptim, për bashkim. Siç është faleminderit, të lutem, më fal, etj. Dhe nëse nuk është Krishti, brenda nesh, atë do të flasi antikrishti dhe djalli, me fjalë të ndyra, sharje dhe mallkime. Prandaj, sipas mësimit të Zotit, sipas mësimit të apostujve, sipas mësimit të shenjtorëve, fjalët e ndyra nuk janë vetëm një dobësi gjuhësore ose një mungesë kulture, e tham, por një mëkat shpirtëror. Ato tregojnë papastërtinë e brendshme, prishin marrëdhëniet me të afërmin dhe largojnë hirin e Zotit. Gjua e krishterë duhet të jetë gjithmonë e pastër, e butë dhe ndërtuese, sepse goja e njeriu është, siç tham, altar i Krishtit. Dhe nëse ne i kemi thënë këto fjalë, nuk mjafton vetëm të na vi keq. Këto fjalë nuk ka shkuar në erë.
Këto fjalë janë të regjistruara. Uratat, bekimet, lutjet tona regjistrohen në memorien e Zotit, në librin e veprave, të ëngjëllit tonë rojtar, që kur dalin para Zotit, do të na shfaqen dhe do na kthejnë në benefite. Por e kundërta, fjalët të ndyra, sharjet, fyret, mallkimet, gjitha janë të regjistruar në bloqet e demonëve. Ata që i shajnë për vete, na nxisim ne të shajnë dhe i shkruajnë, dhe kur dalin para Zotit do na akuzojnë. Dhe tham, dogana e parë është dogana e fjalëve. Po rrezove atje, nuk i ngjit doganat e tjera. Ku do shkosh? Që ne si japim rëndësi? Kështu që ato fjalë që i ke thënë, nuk thua e po i thash tani nuk the më. Jo, duhet zhduken ato fjalë, duhet shuhen ato fjalë. Si? Duhet shkosh të rrëfesh. Në qoftë se i ke konstatuar që ke shar, ke fyer, në gjangësi, në pakujdesi, si ke dhënë vëmendjen e dur, ose aq më shumë ke mallkuar, duhet shkosh patjetër të rrëfesh. Patjetër të rrëfesh. Vetëm me anë të rrëfimit zhduken këto. Hiqen nga bloqet e demonëve dhe pastrohet zemra edhe gjua. Dhe kështu njeriu mëson, i krishteri flasim, që të bekoj dhe jo të mallkoj, të uroj e jo të shaj. Atëre po jemi vërtet ikona e Krishtit, që është fjala e mishëruar e Perëndis. Amin.